Struktura e posaçme antikorrupsion ka zhvilluar një operacion të përbashkët me autoritetet e Finlandës duke goditur disa grupe kriminale të përfshira në trafikun e lëndëve narkotike. Lajmi është konfirmuar zyrtarisht nga prokuroria e posaçme, e cila ka njoftuar një konferencë të përbashkët për shtyp me përfaqësuesit finlandez. Nga ky aksion është goditur një grup kriminal i trafikut të drogës. Arritje për historinë e SPAK pasi shënon krime njësisë së parë hetimore me SPAK dhe autoriteteve finlandeze. Ky bashkëpunim është dëshmi e qartë se krimi ka shtrirë aktivitetin e tij edhe në vendet nordike, përfshirë Finlandën. Ky hetim është tregues i qartë i vlerësimit që autoritetet ligjzbatuese nordike kanë dhënë strukturave tona të drejtësisë. Na kanë mundsuar të godasim disa grupe kriminale të trafikut të drogës, drogë sintetike, kokainë, marijuanë e të tjerë, rezultati një pune të gjatë tadumani. Sipas autoriteteve finlandeze, operacioni ka zgjatur 2 vite, ndërsa komisari për krimin në Byron Kombëtare në Finland tha se drejtuesit kryesor të grupit kriminal vepronin nga Shqipëria. Dua të përgëzoj të gjithë kolegët që morën pjesë në këtë operacion sot në mëngjes. Dua të përgëzoj SPAK për bashkëpunimin gjatë 2 viteve të fundit. Mbi 2 vjet më parë, një hetim në shkallë të gjerë në Finland u sekuestrua droga që u trafikua nga Spanja dhe Olanda. Nga sasia totale rreth 170 kg, ishin 10 kg kokainë dhe rreth 100 kg marijuanë, pjesa tjetër tableta lëndësh narkotike. Nga hetimi në Finland, rezultoi se drejtuesit kryesor ishin shtetas që vepronin nga Shqipëria, u shpreh komisari nga Finlanda.